bo ju nëse keni mundësi bo pyetje këtyre komunalëve të njerëz Prishtinës, rrugën pe Kuqishte, katastrofë. Shumë vende ka që radhë asfalti rrim pezull nga 1 metër, 2 metër. Ka shans aty autobusat votojnë për gjithë Zotit, ka shans më kuteli secili autobus ato që shkon. Po flet për rrugën kryesore që çon drejt Rrugovës, apo? Rruga kryesore. Ajo nuk është në kompetencën e komunës. E di, është në kompetencën e ministrisë ajo, po. Ministrisë, po. Dhe çka ka rrshitur rruga, apo? Ka rrshitur vende. Ka rrshitur shumë vende, jo një vend, por shumë vende. E kanë qenë për me qitë gypat e rrymës, uji, kablovitit, a qka po di, i kanë një djerë se bjeshk ka bjeshk, shi, rrymë, një bo rrugë katastrofës. Disa vende zvënë dhe me kaluj dykjere. Do të kem shumë shpejt një ekip, do të nis nga Peja në drejtim të Kuqishtes dhe do të mundohem të ndalem në çdo vend ku rruga është e keqe. Natyrisht shumë keq. Si ka qenë gjatë dimrit, a është mirëmbajtur të paktën, a është heq bora? Balla, nuk ka ra shumë borë për mesi, o mbajt diqysh, po kur o me borë ma letë është. Furnizimin me rrymë, si e keni pasur gjatë dimrit? Ka pas edhe ndërprerje shumë, era, bora, ka pas ndërprerje, këgja shumë. Ka disa fshatra me alpaksion, kanë medicinat, ato nuk ka që ka 2-3 mujë nuk ka. Qartë e kuptova.